Pikrisht, me pa ndoshta edhe vetën në forma ndryshme, në rolet ndryshme në një e kom pa në shumë sfera në nda që asaj shfaqe, më thonë, pej provave, deri të publiku, ka qenë shumë eksperiencë mirë, shumë rrugtimi mirë që e ke pa vetën në këtë format e mundshme njerëzore. Po. Cili qytet e ka publikën më të mirë, më të zjartë dhe më të, po themi, mikpritse? Se cili qytet e ka publikën më të mirë se tjetëri. Ama nja, duesh me veçu. Që aty ku të kanë bo mundi mas mirëti? Ndashtë aty nglloj pak lokalist, po më Preshev ku kalu mas mirëti. Nuk ka as pak të keqe. Në fund të ditës aty je ndje mas mirë, aty je ndje mas rahati edhe pse mos me e përmend. Publiko i Preshevës, sidomos në festival, problemi i teatrit Preshevës është që nuk po ka shumë shfaqje tash shkaku i buxhetit, besoj shkaku janë problemet brendshme të kushteve. Po në festival të komedit, më thonë, zakonisht sala është plotë edhe publiko mirë pret shumë komedi, kështu që unë ka ra 2 herë me qenë si pjesë e festivalit, me shfaqje që kemi punu këtu në Prishtinë, edhe ju më prit tepër mirë. Publiko shumë, e presin mirë, janë pa komplekse, du më thonë, e merë hakun tonë si aktor për publikut. Po. Me qa është duke u marrë Bleroni tani? Qëfar shfaqe, qëfar projekte dhe si po gjendesh në këtë kohën, ku po themi që ndoshta jo për shkak të buxhetit, për shkak të renovimeve, teatri kombëtar është që disa vjetë në renovim, ka teatrët të tjera të cilat nuk është se janë duke përgatitur shfaqe, qoftë për shkak situatave të ndryshme politike, por edhe renovimeve të ndryshme. Qysh, apo si e kështë vetën tani në këtë pjesë? Po, për momentin jam duke punu një shfaqe që është projekt individual, po në koproduksion me Teatrin Avdush Hasani në Podujev. Shfaqe është më e vërtet se e vërteta, në regjit e Kastjel Saqipit, luajnë Elza Krasniqe, Erian Fetau edhe unë në shfaqe. Shfaqja ka një temë shumë aktuale, flet për inteligjencën artificiale. Tamam, për këtë pjesë në cilën vetë se jemi duke u përballur, po themi kështu, u përballur. Kështu që e trajton inteligjencën artificiale në aspektin emocional njerëzor. Do thonë është një robot që fali inteligjencën artificiale, do më thonë evoluon deri në njeri edhe 2 persona dashurohen në atë robot. Tu harru që është robot, do më thonë, qatë shumë evoluon robotit që ta emocionalisht lidhen me të, deri në një moment që vjen një lajm prej kompanisë që kam bler robotin që këta robota kanë fillu edhe me i vra pronarët e vetë, janë bo shumë të rrezikshëm, edhe këta që aty do më thonë distancohen emocionalisht prej robotit, do më thonë fillojnë e shohin si robot, po është problemi që me i tregu që është robot, se tash frigon edhe prej problemit që e tregoj kompania. Edhe këtë në fund është një monolog prej robotit që tregon që në kohën e sodit njerëz janë bo ma robota se robotat. Nuk po kanë emocione, nuk po kanë ndjeshmëri, po kanë ndjenjat falc, e kështu me radhë. Dhe jemi, pikërisht duke u përballë me situata të tilla. Fatkeqësisht. Edhe jam duke punu në një serial që po shfaqet në YouTube, serialin Baksuzat, ku luajmon Muhamet Ertini, Festem Bajqinca, Olma Mengjiçi, është në regjit e Kastjel Saqipit. Aty është një ekip shumë e mirë, energji pozitive, tash sa kemi fillu. Edhe po synojmë vazhdu shumë e ma shumë. Po mirë, shfaqja kur do të